World Cup në RTK Radio. Përshëndetje të nderuar dëgjues të dashamirë të sportit. Po fillojmë edhe me një emision të radhës që në tërësi ja kushtojmë kampionatit botëror të futbollit që po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në Meksik. Drejt për drejt në valët e Radio Kosovës edhe njëkohësisht kjo po transmetohet edhe në faqen tonë zyrtare të Radio Kosovës në Facebook dhe ju të cilët nuk e keni bërë akoma follow për Radio Kosovën, mund ta bëni një gjë të tillë dhe natyrisht mund të na shikoni drejt për drejt në kohë reale dhe natyrisht me panelistët e radhës të ftuar. Do të diskutojmë lidhur me kampionatin botëror të futbollit. Është një ekip i madh, një ekip i jashtëzakonshëm i cili po punon edhe në kushte të jashtëzakonshme për të qenë sa më i gatshëm që ne sot të dukemi mirë, të dëgjohemi mirë, edhe natyrisht kurorëzojmë nëse mund të themi kështu një emision të radhës që është maratonik lidhur me kampionatin botëror deri më 19 korrekt deri me finalen e madhe që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respektivisht në MetLife Stadium të New Jersey në SBA. Unë jam Edmond Thaçi, një koqiri juaj, është një ekip i madh që është pjesë e realizimit të këtij emisioni. Faruk Bajrami është producent e emisionit, Remzi Mustafa organizator, Patos Preniqi pjesë e redaksisë së sportit, pastaj faleminderit e madhe edhe për kolegët e teknikës Driton Bunjaku, pastaj Kreshnik Qarkagjio dhe një ekip i madh që e mundësojnë realizimin e këtij emisioni. Faleminderit edhe Vlera Sport për këtë skenografi që jeni duke e parë dhe natyrisht këto rekuizita, këtë top dhe këtë trofe të Kupës së Botës, të cilët e kemi nga Vlera Sport. Faleminderit shumë me pronar Faton Paqarada, si gjithmonë i gatshëm, gjithmonë të përgjigjet ftesës son kur është në pyetje mundësia që ne sot të kemi edhe një skenografi në këtë studio të improvizuar, drejt për drejt në valët Radio Kosovës edhe në Facebook. Kam derin që sot kam, për nga mosha është një dallim i madh, por jo për nga cilësia, por jo për nga kualiteti, për nga veprat e tyre, sepse kemi tashmë trajnerin e minjor, një ish futbollist i kohës së artë të klubit të futbollit Prishtina, në krahun tim të djathtë, Prishtinasi, edhe nëse më lejohet ta them edhe bohemi i Prishtinës, Jusuf Tortoshi, mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Mirë se ju gjatëm, Edmond, faleminderit për ftesë. Besoj që një organizim i mirë, një ambient sportiv, një ambient futbollit, edhe topi, me si do i topi edhe lut kampionati, edhe besoj që do të kalojmë një kohë të mirë me dhe do të kënaqem edhe shikuesit tonë me ato që e pam deri tash në Amerikë, Kanada edhe në Meksik, se 3 shtete po luajnë. Edhe kur po distancohen lojt, edhe me tetor po bëshin rrugtimin për tjetër vend për me luajt një lojë që është me tetor në Bajagi në mund, po kjo është një manifestim një kampionat botëror masovitet me 48 skuadra dhe paka shumë 39 ditë zgjat kjo, sa e di 38 a 40, s'është menesi, është një masovitet. A keni po ato stadiumet në për Amerikë, në për sene? Nëse ato Amerika, shteti si Amerika, ato i ka pregadit për rugby që luajnë atje, po është kënaqësi me po full stadionet, me të vërtet një ambient i mirë. Sigurisht që do të flasim për këtë, sepse është unë fola para kohës, po se kesh impresionum ato që pëshojmë para fillimin ndeshjes, tonat popull, tonat organizim, është kënaqësi. Spektakël, me të vërtet një spektakël. Në krahun tim të majt është një koleg gazetar, Albion Muhaxhiri. Albion, mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës, për herë të parë po të intervistoj. Edi, faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe me qenë këtu dhe me folë për futbollin që unë kam pasion, përveç se pasion, pak veta ndoshta din që unë në periudhën e pasluftës me njerë për një kohë shumë të shkurtër kam qenë edhe aktiv si futbollist, po nuk e deshti fati me realizuat ëndrrën me qenë një futbollist profesionist edhe me shku deri në fund karrierës, edhe pastaj një rrugë gjatë edhe në gazetari. Faleminderit shumë, urime juve komunitetit të gazetarëve sportiv, dita juaj është sot, kështu që urime ty edhe gjithë kolegëve të tu. E për trajnerin, ti tha që dallimi i madh në moshë, po trajneri budoket si 45 vjeçar, kështu që s'kemi shumë dallim. Faleminderit shumë. Njerëz Albioni sepse është koleg në radio,
ka punu në Dugagjen, në Klan Kosova. Në Klan, po. Tash është pjesë e Glam Radios, edhe me një kolegë të radios. Trener, e kena malet, shushmu, edhe më pashtar, se janë jo më dhimë të njëri tjetër. Okej, është krejto rregull, krejto mirë. Faleminderit Albion për mundësinë që sot jemi bashk. Vjen nga një familje, sepse për informacion, Albioni është edhe vllai i kolegut ton, mikut ton, edhe që e konsiderojmë shumë, Artan Muhaxhiri. Ai është në atë pjesën tjetër në televizion që po përgatit emisionin e sportit, kështu që jo rastësisht kemi ftu duke marrë parasysh që ke lut pak edhe për vllaznimin, e ki pasion, dashuri i futbollin, edhe sigurisht që do të diskutojmë, por të e marrë parasysh edhe moshën, 45 vjet, pak vjet Pak pas diferenca. Trener, e kemi diskutuar duke marrë parasysh që është kampionati më voluminoz deri tash, sepse po thuaj se në çdo emision edhe me çdo panelist po e diskutojnë. 48 ekipe, 12 grupe, 32 ekipe shkuan në fazën e eliminimit direkt. A është sasi, a ka cilësi këtë që e ka bërë FIFA me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë besoj që këto që e boni FIFA, në këto 48 skuadra, është e qëllueshme. Është një masovitet, edhe ma shumë ja mundësoj disa skuadrave me do play-off, me dësene me marë pjesë në kampionat botëror, për shembull, na Suedin e mujtëm e eliminum. Po, konë një play-off e sene, ata shkuën. Përmes 1 sekondë. Shkuën. Është një masovitet ku vështirë është gjithçka rregull me shku një organizim, puna është një muaj e gjys gati. Ton ky organizim, ton ky popull atje, miliona, edhe gjithçka ende hala nuk e poma, po nuk e lexum që ka pas do një problem. Do probleme të vogla të bon, në shikush, po e kanë qillu. Kanë organizu mirë, FIFA është numër 1 në botë, në futboll, edhe me të vërtet deri që tash jom shumë i kënaqur ato që përjepen, i kënaqur jom edhe me referimin. Edhe referimit për lajmërojnë që për lypin do penalti, do offside do sene, në atë moment vazhdoj lojnë se nuk ka penalti për shembull. Një rast të kun dje, Anglia. Pjesën e parë upke me 1-0, Anglia. Në minutën e 45, heroi i ndeshjes është Kane, hyni para portierit edhe e lypin penalti, po me të vërtet sukon penalti. Sepse hini edhe e nali komt edhe urzu, po aq janë komunike, aq janë reagimet mira profesionale që nuk e lanë referin shumë shpejt, nuk e lanë referin as me nal, as me konstatu me varin, as jo se jo me shku atje, vazhdoj loja edhe një vendim shumë e vend për mu, ato që e po. Mëse ne a keni po, gollin e Mbappes, gollin e tretë kundra milimetra jonë pyetje që s'është offside. Edhe nuk ka qenë offside. Por vari për reagon, vari e pështimi futbollit. Mirë vesh, për mu. Edhe në momentin e duhur për reagojnë që nuk është offside, golla është edhe gjithçka. E bën lojën më fair. Normalisht korrektësi maksimale në edhe është gjithçka të shku deri që tash mirë, Befasina gjithmonë për kampionat evropiane, apo në botror gjithmonë kanë ndodhur. Edhe kanë me ndodhur. Kush kishton? Pak janë konë njerëz që thojnë për Holandën, superfuqi me vite në futbollin e botës, shkun, në Gjermani, shkun, e pështun që shu pështu, une thash, Japonia ka me mujt Brazilit, po se e qëllova se 96 në Brazili shenoj gollin për me pështu, për me shku ma tutje, si këmë thonë, Japonez aq jënë disiplinum loj me taktik si kurdisun jënë. Deri fund, ahu për na fitojnë që ato kanë me implementu pe i trenerit edhe, me të vërtet jënë qasi edukate kanë edhe si në futbol. Si programum, si robota. Qashtu lujten, edhe qashtu lujten,
Kështu që befasinat janë nisën mu bo, eliminun e përmena një Holland, një Gjermani, tash për matutje kush mbindi deri që tash me futbolin. 4 loj, 5 loj, Franca. Deshtëm, po lujnë mirë, po shenojnë. Argentina e kanë mesin, alo lider, i kanë lojën, po lujnë mirë. Portugalia po lujnë mirë, i kanë lojën, sot po lujnë, qështë po lujnë. Do me thonë që hala nuk bëhet do një befasi. Se tash, sigurisht. Sistem knockdown, ky sistem knockdown nuk ka pardon. Gabimet nuk falin mo, grupe, as e lujtë mbara, se e mujmë tjetër, nuk ka mo. Nuk ka me kalkulime. Dhe, me siguri edhe janë super profesioniste këto skuadra që shumë ushtrojnë edhe penaltine për kampat. Si po vinë tash me penalti, shkoj i Maroko, apo me penalti. Por, është një sen që dush me përjetu për me ditë punën e penaltis. Ta shuton ti penalti, 20 penalti në stërvitje. Edhe e sigur të e ki kondin, apo do një ere ndronë. Po kur vjen loja, truni ta fshin atë stërvitin ato 20 penalti, ta fshin, vjen ndoshta momenti, para si me shutu, janë 2 sekonda, e ki marë kondin e djathë portierit për shembol. Edhe atere e ndronë, as vetë nuk e din, truni ta ndronë. Të besëmni këto, truni ta ndronë, si nuk ka spjegim. Pse? Se është një mos finalja, ja diçka, penalti është, edhe është penaltin, nuk përmenë shumë. Rodhjon atë që përmenën. Ama nuk edhe do një finale, do një Champions League, do një finale evropiane, kemo përmenë. Roberto Baggio ka qenë një lojtar shumë i madh Italisë, për botë. Kur të përmend diku Roberto Baggio thot, ka u penalti në finale në Amerikë, 94. Ndër Brazilit. S'po harrojnë popull, s'po harrojnë. Vetëm ato janë bojnë. So ka kontribu, so gola, lojtori shumë i mirë, shumë i fort, po do me thonë, të penaltit... Trener, ta ndryshoj pak me që e përmende penaltin dhe Albion po e vren me siguri se me çfarë shpirti po e përmend. Vitin 1982... Sezona 82-83. 83. Jusuf Tërtoshi ka qenë ai që e ka shënu golin e penaltis me Napredokun e Krushevcit dhe Prishtina është inkuadruar në dikën e parë. Në Krushevc. Në Krushevc. Me atë gol. Se ka dikush që na dëgjon e nuk e din. Po e lidhër shumë mirë dhe kjo koincident me ato qerte. Po me të vërtetë është ashtu. Trener, çka ke mendu në atë kohë kur e ke marr mbi supe topin edhe me... Po tash historia është ashtaj penalti që me të vërtetë ndoshta më kishin arë edhe më herët, po ajo penalti po mon halo më shumë që po më përmenen. Po me të vërtetë keni situatë ashtu të them në deportim një sladhomi i Fadilit Vokrit, ku hini për 25 metrave ja pasoj Cimili topin, ajo këthy që ka ditë më këthy, hini deri te 16 që jo që hini portieri Fadilit që ju bo penal, po 5 penalti janë i vend, që aqëroni hini që kraji i Fadilit dul në atë moment, pat një lendim bajagi serios, edhe u koni caktum do një herë e kena pas trenerin, ka qenë një zotri Bela Palfi, e ka pas edhe patasi Fadil Muriqin nëse bëhet penaltia, dhe po Fadili ka drejtë çdo lojtar mu deklaru, nuk jam i sigurt, pse që kish nuk peni veten mirë edhe s'po du më shtu, edhe Fadili tha jo, nuk muj, tha, minuta 86, tha, nuk muj, okej, Fadili, hadi, këto këqyre e mu reagimi topin, jo, ra pishman edhe te fevzi ramën e nderit, mo agiman e kënej, unë të këqyrë kështu, thash, gat me e ke, Cimili, thashu Cimil, po shtu e brune, ani, tha, hajs, thuj se më priti me njerë, tha, ani, hajde. Ani, po, si rash pishmon, dëqysh, se 20.000 vetë po të shajnë, jemi pësu në atë kohë, mësu me na shajtë e sene, su kona do një problem. E tash,
E mora topin, një qëtësia i portieri po bën do gjestit e vija për gollit edhe viç vendosa, thash, nëse shkoj plas, më bo më gjujt, më mbru. Thash, unë e këtina shot, pa, dhe që shoda s'pe u që gollin. Edhe që ashtu shkova, më gjujt bule në dhe. Hiri golla, edhe u gëzum, që shu gëzum, as 3-4 minuta u kry loja, ne knema, as tanej, gazetar të rilindis me kry redaktor në Alishalën, interviste, sene, unë e thash, jem kon shumë i sigurt, pa i si jem kon bashkë i sigurt, pa tut, s'ka penalti, minuta e 86, kështu që u kry, por, e te kësha u, ma këshin përmen, edhe ma zi. Ndeshja jetike. Penalti është një sen që mundët gjithë kush me hup. Edhe nuk mundësh, si trajner, lojtarin me fajsu pse hupe, se ndolla. Po mundët edhe gjithkush me i bo. A ka hup Maradona? Tash me dhe detat. A ka hup Messi? Ka hup Ronaldo? Ka ndonë ma shumë, po. Kanë hup. Do me thonë, mundët çdo lojtari... Messi tash në këtë botërore humbi një penalti. E hupi, e qka? Mundët me ndonë, ajo është një psikologji të runit që veç dush me përjetu për me dit atë histori që vjen deri te ajo. Edi. Albion, paka shumë, po e shumë një spektakël, do të thotë organizimi, atletat në për stadiumet e mëdhaja, mesatarja e tyre është 65.000 ulse, 66.000 dhe po luhet në 16 qytete. Çka sipas teje dallon këtë kampionat botëror me ata që i ke pa më herë? Këtë kampionat po lidhem atë çka e tha edhe trajneri kur e pyete për 48 kombëtarë që marrin pjesë për herë të parë, është pozitive që jepet mundësia edhe kombëtarëve të tjera që për herë të parë marrin pjesë në këtë botëror dhe të tjerave në të ardhmen që do ta kenë të njëjtin fat, shpresojmë edhe Kosova herën tjetër. Por edhe Shqipëria normalisht. Tjetër është që ky është kampionati që po thyen edhe rekordet sa i përket anës biznesore, do të thonë po thyen rekorde edhe të shikueshmërisë edhe të fitimeve. Ende pa vetëm në fazën e grupeve ka thyer rekorde të shikueshmërisë në ndeshje. E mos flasim deri kur vjen finalja që kemë qenë absolutisht kampionati që do të mbahet mend si i pari që e thyn një rekord e ndoshta do të garoj edhe më të tjerët në të ardhmen. Po Amerika kështu e ka, do të thonë vend i madh, audienca edhe vendore atje është shumë e madhe, vëmendja ndaj një sporti, edhe pse nuk është më popullori në Amerikë, po gjithsesi merr vëmendje shumë të madhe edhe në krejt botën, absolutisht sporti numër 1 në botë, futbolli. Ti, nëse nuk gaboj, bën tifo për Barcelona, E vërtet. edhe për Brazil. Po. Se i ku marrë informacion. Sakt, kushdo që të ka informu sakt. Po, unë më pëlqen, ka pëlqyer Brazili prej vitit 1994, kur e fitoi botrorin atëherë. E më datë unë kam qenë po me Italinë në finale, pikërisht ajo penaltia humbur nga Baggio. Me tregu drejtën në atë finale unë kam qenë për Italinë. Në atë finale. Kam qenë vetëm 11 vjeçar, po të e pa pasionin e babës edhe sa shumë e dojke Brazilin, prej asaj kohë masaj e ndryshova dhe në mendje se pash Brazilin një kombëtar që po luajnë një futboll shumë më të bukur, shumë edhe më hyrin qef shumë Brazili. Me njerë pas asaj gjenerate të Romarios edhe Bebetos, erdhi gjenerata e Ronaldos, fenomenit, që për mu është ka qenë në atë kampionat. Futbollisti që ka qenë i ri. Po, edhe pse s'është inkuadruar në minut, po e ka fituar edhe atëherë kupën e botës, ka qenë i grumbullum. Edhe pastaj në 98 në finale, tek në 2002 e fitoi edhe kupën e dytë të botës. Ronaldo fenomeni është futbollisti që ende më pëlqen më shumë edhe as Messi, domethënë nuk e zë vendin e tij për nga shijet e mia në futboll, edhe pse Messi është definitivisht me futbollisti më i mirë gjitha kohërave për mendimin tim, për arsye se ka pas edhe kozgjatje më të madhe në karrierë. Krahasuar me Ronaldo, fenomeni që ka pas shumë probleme e shumë lëndime që e kanë shoqëru. Se sigurisht kishte vazhduar edhe ai për këto vite sa ka luajt Messi, me siguri që kishte më bëu edhe shumë gjëra të tjera të mëdha. Po, jam fan si Brazilit, po nuk pres që Brazili ka me fitu këtë kampionat botëror me qenë realist, kundër dëshirës time. Unë e shoh Francën edhe Argentinën prapë në finale, edhe mendoj që prapë Messi ka me ngrit kupën.
është e mundshme. Finale realitet, ato që domethënë Francë deri që tash përcjellëm pse a dini pse po bënën befasinat? A dini pse është Holanda nuk është kjo apo edhe Gjermania jashtë sene. Ma heret, Anglia, Gjermania me çdo kundërshtor ta kanë imponu tempon. Kanë luajtur shumë fort. Masani ta kanë imponu pressingën. Tash, edhe skuadra tjera, edhe afrikane, e Marokës e sene, krejt po ngojnë, krejt po bojnë pressing, sun dëporton ti sun pe merë lojen veç pe i tempos edhe pe pressingin. Edhe ata kanë mësu tash me pressing, me ngojtje, nuk ka shumë dallim nivel aty. Nuk ka shumë dallim. Megjithatë Holanda është kritikuar jashtëzakonisht shumë për mënyrën se si Ronald Koeman u paraqit në ndeshje kundër Marokës. Unë të njëjtin fat mendoj që i njëjti fat ka me përcjellë edhe Anglinë. Domethënë pak shumë të njëjta defekte isha edhe te Anglia, sikurse te Holanda. Nuk ka më qenë befasi për mua, qofse Anglia ka me mu eliminu nga Meksika. Nga Meksika. Meksika mendoj që ka me kalu tutje në ndeshjen me Nuk e di ku lut ndeshja Meksika me Mexico City. Meksika gjithmonë lun Azteca. Po, Meksika gjithmonë lun është vend asaj. Ajo është një eufori, një shikueshmëri bëhet, një tempo dhe Meksika nuk po lun dot. Mirë vesh. E kanë iniciativë. Është kontare që nuk ka psu gol. Jo, po lun mirë. S'do me thonë Angles kanë përvojë. Angles kanë përvojë keqen nga Meksika. Ajo goli i Maradonës ajo. Kanë përvojë, s'do me thonë thash që Anglia u pështu edhe pro. Harry Kane është një gollqenuesi brenda 16 e din ku me gjet topin e qysh më ik. A keni veneru gollin e parë? Në stopash lojtori me këta. Në golin e parë ai para si me krysu Gordon, ai është nis në drejtim të asaj zone po. Çato sekondat ky pe ik pe tina 2 hopa tamam me mri me kry me dhon gol. Është nuhatës fantastik i golit. Mirën vesh, rasisht nuk është. E tash Franca pëllu. E kanë sistemin. Paka shumë që aty janë që ata lojtar 70%. Trajnerin e kanë një kohë gjatë. Deschampi ish trajner në për kampionatat bota që e ka mas shumë të fitore. Do me thonë, Deschamp, ekip, se anë krejtjon ofër, krejtjon një harmonizim, ku i kena dit për lojtarën që po lunë për Bayern? Olise. Para 6 muaj dite, s'kena dit shumë për këtë lojtar. Tash këpëdin krejt bota. Do me thonë, sidomos për Championsit. Një kvalitet, kur vjen një klub të madh, si Bayern, e shojmë të Bayerni, tash edhe të Franca, potezat e ka ato gërshon e shtydha sene, po e ka edhe pasimet jashtëzakonisht mirë, e ka timingin mirë, e ka një kont majt jashtëzakonisht sigurt. Do të shumë i lehtë. Edhe funksionon truni, do të thonë shumë shpejt me. Ama i ka fletë edhe skuadrës. I ka fletë edhe me Mbappen. I ka fletë me gjitha ato. Pikërisht. Ky është komunikimi shumë i mirë në mes të Olise dhe Mbappes, edhe fakti që Deschamps Mbappen po vendos në anën e majt që është ana e tij natyrale mendoj unë. E gabimi që u bën te Reali, e nuk di ako me bë dhe Mourinho në sezonin tjetër është që me Mbappen luajshin në qendër të sulmit, që besoj që nuk i shkon. Është gabimi nëse thosh për Realin që është Mbappe. Për shkak të nuk mundesh më shpejt se Vinicius, në majt nuk ki lojtar. A me top, a pa top, në 5 metra të len 1 metër. Po, pikërisht që janë dytë aty, në të një prap se prap. Edhe në të shakjon trener, Mbappen aty në 16 se godën e parë, që edha prom, a ke 3-0, par prom. A e keni po Mbappe që shira godën? Mbrana në e majt e mur 16, 1 lojtar, 2 lojtar. Një potez, amo shpejtësi. Shpejtësia goditjes. I ati lojtar, me potez në dytë, i iki 2 lojtarve, edhe pezhon kondin. Në sekund. Hapësirë shumë e ngushtë. Këto janë 3 sekondat, s'dia e kun 4 sekonda pyetje. E rasisht nuk është. Shpejtësia e ti, edhe
refleksat, syni, edhe pa pardon. I ka këto atribute Mbappe. Do me thonë, një lojtar, Mbappe është, kush po thotë se te Reali e ka prishur të leni këto fjalë. Mbappe është alamet lojtar. Nuk është fajtori Mbappe te Reali. Jo, me siguri nuk është. E ndrun trenerat, kanë pos disa lojtar në mbrojtje që janë transferu që nuk janë kalibrit për Real me lujtë sene tash të sulmuesi e lypshin ma shumë senet, po edhe s'ki mujt me nal një Barcelon që lujti kontinuitet mirë, pa krizë, që shpesh spendrojnë trenera. E tash po vjen Mourinho për streti në Real Madrid. Unë jam skeptik. Unë nuk e besoj. Mourinho është 12 vjet e fundit, merr një statistikën, ka përparu teknika. Kthimi në Real Madrid e shkatroi Casillas në krejt. Shkoj Tottenham, disaster. Shkoj Manchester United. Kur gjëzboni. Ajo është i trener mirë, i trofeshëm. Koni mirë. Po mbrenda 12 vite, 92 milion për shkarkimeve e ka morë. E kom një shok i Turqis në herë më thirë për Antalijës, si musafir, si kum lujt me to futbol atje. Par vjetë për më thëtë e kena marë Mourinhon. Tash, sa vjetë historinë e kose Fenerbahçe që është klubi malë në Turqi. Tha, 110 vjetë tradit. Gabimin ma të malë për 110 vjetë e keni bo që tash. S'ko mi ullon mi marë frym, ko mi pru dëllu i... Edhe që ashtu e shkatroj. Po mirë, da shojmë të botërori... S'po përnën më Mourinho, më falë që të të nërëv. S'po përnën më Mourinho del me ato kështë shkruun diçka, kur zë nuk shkruun, kur i ko 40 me veti, që minojnë për ekip, për defans, për pressing, për... Mourinho veç rrën, Mourinho është veç gishtat me qune për stadione, për bon. Kur gjë, për para ka punu e sene, 12 vjet e fundit, statistika është që kjo, e Mourinho. Real Madridi është shumë klub i madh. Unë jam skeptik për vete, e këshyrëm. Ja merë disa parë edhe Realin. Po Perezi nuk e konë të lyp, a i Perezi ko me pru. A kushtoj Mbappe para 3 vite soke, për Mbappe 200 milion? A e pagujti? E pagujti. Ka mujt Arda Gülerin me marë si 17 vjeqar për 5 milion, ka thonë, jo let lunë të këqyri, nëse ka nevoj edhe ma shtret paguj. Masa ne i kushtoj 20, ani 20, tash ma mirë për lunë, që 20 unë e japi. E marë. Pa shumë sigurt. E marë. Në këtë botërore përmendëm, falem për Francën, falem për Argentinën, për Brazilin, po sonte mendoj që e ka një test të parë serioz Spanja kundër Austrisë. Padyshim që është favorite absolute me kalu, edhe unë e shoh që Spanja ka më shku në gjysmëfinalja e parë ka më qenë Francë-Spanjë, e dyta Brazil-Argentinë, edhe pastaj siç e thash Franca me Argentinën në finale. Po sonte është një test serioz për Spanjen për me u kthyta ajo Spanja që na krejt të dojmë, edhe me kualitetin e lojtarëve që e ka, me arrit me dëshmu që është e denjë me shku spaku deri në gjysmëfinale. Ta shohim sonte nga ora 21. Unë e përcjella edhe në Austria e ka tempën e lojës edhe kompleksin e Gjermanisë, gjithë mundojnë me kopiju Gjermanin, edhe në traditë, gjuhën edhe gjermanisht e kanë sene, po nuk kanë mujt me mri që të vite me kopiju, nuk pesho, e kanë disiplinën në loj, nuk po ljollën let, po finalizimi, Sakt. do një me sfushor një apo dy që i furnizon ata sulmus, nuk e kanë. Do me thonë, zor po vinë dirë të 16 që edhe të realizimi golit zor e kanë, a Spanja e ka individet forta ku mujnë me teknike dhe me taktik sa hora me tërë, shumë let po vinë dirë të gola. Kështu që të absolut favorit është Spanja, po është një test. Është një test. Shumë interesant do tjetë përballja Brazil-Norvegji dhe Meksik-Angli. Do thot potencialisht mund shohim një Brazil kundër Anglisë në çerek final. Brazili kalon Norvegjia. Ose Meksikës, po. Brazili kalon Norvegjia. Edhe mendoj që Brazili kalon Norvegjin. Brazili kalon Norvegjin.
Meksika me Anglinë. me Anglinë, lojë e vështirë. Shumë lojë e vështirë është ajo për Anglinë. Meksika, eufori, kanë individe të forta, ato që mujtën me po, se do sekvenca se live s'mujta me këshur Meksikën, se s'na kanë mundësu ky shtet me këshur lojën, cilën lojën na pedojnë, po ata cilën pedojnë, po na lëshojnë. Unë nuk e di pse si ka marrë drejtat gratis RTK-ja pej FIFA-s. Veç unë nuk pe di qatë, nuk kam përgjigje, kur kush kurgjës po të folë, kur kush kurgjës po të kalzon. Të drejtat i ka siguru Vala, do thotë Pse se ka ble, pse jo ble, apet unë e ble. Po pse se ka marrë, se FIFA i jep televizionin shtetror pa kompenzim. Jo, Unë nuk e kam këtë informat, nuk e jo, dim nuk çfarë është pa ofron kompenzim, këtë. sepse edhe shumë media publike do thotë nuk e kanë të drejtën që 100% me pas kampionatin botëror. Kështu që në bashkëpunim me Radio Televizioni i Kosovës me Valën, megjithatë po na mundsohet që 64 ndeshje të transmetohen në RTK. Mirë, kanalet ndryshme na pekqyrëm. Dikush është Lipko, dikush është Kujtes, dikush është atë moshën e sene. Por nuk kanë drejt me manal Kroacien, me manal Italien, me manal Turqion mos me këshyrën e lojën. Nuk kanë drejt se unë e kum pagu. Nuk kanë drejt absolutikisht. Gjysh duhet me qitë. Tip, s'po ma jep ti, okej, e kishit, a e ki ble që a ki bo. Nuk e di, as po du me dit, amo, kanalet tjerat me mi bloku krejt Evropës, ti po mi blokon, mos mi këshirune që e kum pagu këtë televizor edhe për kampionat, se e kum vetë aty ku jam, kampionatin, ja, me siguri ki me pas edhe shtetet tjera që tash edhe ato po mi blokojnë. A kanë drejt? Absolutikisht jo. Kush duhet me marrë hapa e masa për këtë sene? Ministria, kulturës e sportit. Ata po flajnë barabar me mu. Edhe para kësaj, flajshen, po vazhdojnë gjumin halo. Ja, po kritikoj se jonë për kritik. Trener, Le dolën le të më demantojnë me thonë s'ki drejt. informacioni është i sakt, këtë që po e them tash, duke e ditë që as CDF-i do thotë, mediumi publik gjerman, nuk e ka të drejtë. As RAI, në më dhone Italis. E atere, Do thotë, sinjali Atëre i RTK-s nuk guxon ju jep platformave tjera, do thotë, mediumeve atere tjera. FIFA nuk është ashtu qysh lexuam, qysh e dishëm që jep pa kompenzim televizor shtetit. Sepse në këtë mënyrë mbron të drejtat e atij që e ka fitu, do thotë, këtë rast Vala, që në bashkëpunim me Radio Televizionin e Kosovës, që megjithatë do të kemi mundësi të shohim edhe gjysmën finalet, pastaj çerë finalet, finalja e madhe do transmetohet po ashtu në mediumin Në publik. manifestim nuk bën popullin me lon handicap mos me mujt me këshir lojën. Pak është edhe ai Po timingu kampionati e botëror be kjo është. Tash ekstra po lyp nis diçkani po leni. Na ka qellu edhe kampionati në Amerikë, edhe Duhet me këshir populli bre. këto termine të ndeshjeve shumë vonë, edhe me i pas të gjitha ndeshjet, po duhet një pjesë të madhe mi pa me highlights të nesërmen, se të pak janë ata që rrinë në ora 1 ose 3-5 të mëngjesit me i pa ndeshjet. Ky është edhe një shtyrje eventuale siç ndodhi atëherë me Franca me Irakun, nëse s'gaboj. Që kjo ajo ai shiu i rrëmbyshëm u shty për 50 minuta. U ndërprej, pastaj po këtu ndodhi për shembull në një kampionat botëror. Unë nëse kishim thonë unë shumë ndeshje luajtën as mes natës në ora 2, në 3, 4. Në ora 2 e 4 dhe unë të këshje prishi gjumi qona me këshyr do një loj, jo. Me siguri jo, masanej të sekvenca pikqyrin në përshtetet tjerë. Pikqyrin në përshtetet përjepën, prom që ju lujt loja, brenda 3 minuta peshe rastet, apo penaltit, gola, edhe kom apet një paka shumë një vizion. E kom një vizion, kampionatin botëror nuk mund është me ndikepu popullin mos me këqyrë cilën loj dan. Edhe pik. Nuk ka drejt kërkush. Le të bojnë, le të shirësin, le të blenin, mësë më intereson. Po plus edhe me nolë, shtetet tjere unë mos me mujt me këqyrë. A nas Kroaci,
nas Gjermani, nas Itali, Jo, as që ajo Turqi. është sinjali do thotë i asoj që e Po fiton s'ki drejtën drejt, nëse unë e kom pagu ato signalet. signalet. Po. E kush jeti me Manol? Ja, s'kan drejt. S'kan drejt. Po hec kjo, pe presim edhe një 2 javë dite vjen ajo finale, pak a shumë gati 2 javë janë pyetje. Po. Me 19 Me 19 korrekt. korrekt është Edhe ajo 17. finale. Ba, tash vjen edhe skanqore, duhet me dhonë një ditë pushim total, ku pushojnë truni, mos me pas lojtari atë kryat ngarkesën, nesër loj, mas nesër që kjo, nesër, hej, s'kena me shku stadion pushim, ajo është shumë me rëndësi, edhe ato kanë me pas. Për herë të parë ekipet kanë më shumë pushim se sa në kampionatet e kaluara, për shembull në Argjentinës i bjen me pushu një javë. I bjen, po, aty është ekipe skuadra të profesionale ku e kanë edhe kaluje stafin, para tani. kanë edhe stafin e trajnerëve që din me menaxhu atë javshin qysh mos me tepru shumë stërvitjet, apo s'bon edhe mos me punu. Çka qysh? Aty është jo vetëm një njeri, aty është skuadra 4-5 vetë. Edhe në fazën e grupeve kanë pas këtë Trajneri përparësi. për ushqim, trajneri komoditet. kondicional, trajneri stretchingut, kreti kanë. Nuk bëhet rasisht më kur gjë. Absolutisht. Rasisht. Edhe mundësia është. Mundësit janë super jashtëzakonisht, sidomos te ushqimi, që jepet, që përcjellet, kush, qysh me hongër, çka me hongër, qysh me hongër. Ato janë Shumë shpejt po ikin minutat, shumë shpejt kalon një emision, po e vrem sepse A e krytëm? sidomos, jo, kemi edhe pak minuta, sidomos ku ke musafir të respektuar dhe që e njohin shumë mirë futbollin edhe Po hinem me Do thot kolegë, ka- po në bisedat i bënëm shnusha për Sigurisht, futboll. sigurisht, spontan. Nuk tham kur gjë që s'është, apo që Absolutisht. s'mundet më bu. E vërtet. e kemi edhe një informacion që fatkeqësisht Radio Televizioni i Kosovës nuk do ta ketë të drejtën për kampionatin evropian të vitit 2028. Hajde urime. Sepse e kanë mbledhur do thotë platformat, por me siguri do të shtat platforma tjera që do të do të na japet mundësia për mi E shikuar bashkëpunimit ndeshjet sërish. e kampionatit evropian. Albion, tashmë ka filluar ajo faza e nxehtë e kampionatit botëror, dal ngadal po kalojmë në fazën e tretë, 1/8 e finales. Potencialisht mund të shohim një Angli me Brazil nëse eventualisht e kalon Meksikën, Shëbaja do të luaj me Belgjikën, kështu që janë ndeshje të forta sonte. Pas mesnatës do të shohim Portugali, Kroaci, pastaj në orën 5 para mëngjesit Zvicër, Algjeri, kështu që dal ngadal po e shohim edhe Granit Xhakën që do ta ketë një sfidë të vështirë kundër Algjerisë. Po, një ndeshje interesante sonte në orën 1 pas mesnatë është Portugali Kroacia dhe është hera fundit që mund të i shohim në sigurisht që do t'i shohim në botëror të luajnë kundër njëri tjetrit edhe dy bashkëlojtarët e Reali, Cristiano Ronaldo dhe Luka Modric. Kampionati i fundit sigurisht i tyre botëror. E shoh favorite Portugalin. Mendoj që e ka një grup më të mirë edhe ka me ecë tutje Portugalia për kësaj ndeshje. Në anë tjetër Zvicra, absolutisht do të kaloj Zvicra dhe pastaj e pret Argentinen, eventualisht nëse Argentina sigurisht me kepjen e gjelbërt e ka ndeshjen. Dhe në çerek finale Argentinë-Zvicër i bie. Po. Kishte më qenë shumë mirë me pa Granit Xhakën kundër Leo Messit dhe grupit të argentinasve. E kish marrë një dhuratë sot Granit Xhaka, një fanel prej Federatës të Zvicrës edhe trajnerit, i kish bën 150 ndeshje për Zvicrën. Një arritje jashtëzakonshme për Granitin. Pikërisht. Nisë në reprezentacion me pas 150 ndeshje. Pak janë lojtarë që e kanë këtë. Është ndër futbollistë legjendar të Zvicrës. Edhe Shumë pak janë. karriera e Granitit nuk fillon edhe mbaron në numra, ai ka treguar një leadership të hatashëm, jo vetëm me kombëtarën, po po shohim edhe në nivel të klubeve, është një lider i vërtetë edhe kur të pensionohet Graniti, besoj që Zvicra ka më kaluar një kohë dhe nuk ka më pas një lider si ai. Trener, minutat e fundit potencialisht e përmendëm kështu si rëshqitasi. Kë e shen finale me 19 korrekt. Tash befasina une në stop e përmeni këto befasina, po buhen, por ato që e këqyrëm që e përcedhëm deri tash, nuk muj mos me thonë Franca, nuk muj.
Nuk muj kundra aty në rezultate, kundra lojës, që e kalzun qito ndeshjet, 4 ndeshje që kënë superior. S'muj me anashkalu një Argentinën, që është Messi alo aty një lider. Tash këtë Brazili kalun, qyshe kalun me Japonijën, tash... Efekti Ancelotti. Po mde këtë edhe ata tash nuk kënë që s'di, nuk e di statusin e Neymarit. A është i lendum, aq që s'po mundet 90 minuta me lujt, dhe me thonë edhe atë ditë me Japonijën bajagi unë zeni, gati 30 minuta ma shumë, po nuk e asiti në lojë Ancelotti, është puna Ancelottit, edhe duhet me respektu ato, edhe dul mirë, faktikisht. Po, se ka edhe në përsi. Dul se Martinelli është një lojtar mirë, edhe me përvoj që i lunë në Premier League, për një klub si Arsenali, edhe me të vërtet, edhe gol në ashtu që veç jepet, nuk konë pozita e letë, po ja letësoj ky, e pranoj, me djathë në ashtu, me të mrashmën, e qidoj golin, nuk janë ashtu let gola që shpëkqyrim në televizim, kur jemi në rana 16, janë shumë situata ma komplikume se që na e këqyrim në për televizionin. Nuk pe përjashtoj deri gjysmë finali do një skuadër mos mjarë si Maroko, si dikush, mos pe përjashtoj, apo Meksiko. Maroku duhet me eliminu Francën për më shku në gjysmë finale. Shumë shtire kanë, shumë shtire se psikikisht s'mujnë, psikikisht s'mujnë se ju konë mati pej Francës, jo, ku pup. A Meksika nëse e fshin Anglijen, Problemi ndalë. valloj, problem ko me vu. Brazil, Meksiki bie që në gjasat pastaj, në qëse Brazili, dhe më thone... Ama nuk mujna, mos me përmen që është deri që tash lider për mu Franca. E kom këtu, para kampionatit, më veti dikush, për kampion botur, do ta shkru në telefon. E kom shkru Franca. Pëllujnë mirë. Tash edhe ja ka nis, edhe faktikisht nuk ka qenë 11 shpor, pak ky Barkollo në Paris Saint-Germain. Tash e shtini të shompi edhe startus. Një lojtar 22 vjeçara, sa është? Bartolla, krojën e maj. Po, Kampion e Evropës me Paris. Edhe plus se shenoj, do me thonë, kanë brum që me përzin me ta tjerë që për të ardhmen me pas një bashkëpunim, ndryshe është kur lunë një kohë gjatë, e kur s'lunë me Edmondin e sene, kjo veç, kanë sistem, kanë bankën, paka shumë që aty në kvalitetin, nuk ka do një dalim banka me ata 11 që po startojnë. Do me thonë që aty Kjo është përparësi. një nivel, përparësi është, përparësi. Adekuat, së mund është me pas tash avancim, hajde, përmenëm, deshtëm se Mbappen, po paka shumë që aty janë. Që aty janë lojtarë. Dembele po të regohet e isë, qatë shumë. Edhe sa lojtarë se ka marrë pavarë dhe tjertë, mos me përmen që janë lojtarë të mirë për prestacion. Kështu që Franca është numër 1 kandidat, tash jo e dini gjithë kush ka drejtën e vetë. Absolutisht. Për Franca është kandidati serioz, edhe rrugës, kur do që kish me bona i befasime në poshtë Francën, kish me marrë zemër pastaj që me fitu komplet kampionatin. Qoftë Maroko ose kushdo. Trener Jusuf Tërtoshi, faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij emisioni special në Radio Kosovë. Ishte gjithmonë kënaqësi që bashkë bisedojmë dhe po besoj që dëgjuesit edhe ata të cilët na shikuan përmes Facebookut ndonë të kënaqem atë se. Okej, shumë mirë. Faleminderit për ftesë, ishte kënaqësi. Diskutuam ashtu reale, dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen, po ato që e po, atë sa morën vesh pe futbollit, na, ato i tham. Faleminderit shumë, faleminderit Albion. Edhe faleminderit shumë, kënaqësi me qenë këtë emision tëndin, me foli për futbollin, për botrorin, kënaqësi me qenë edhe në panel me ish futbollistin e trajnerin e njohur, zotin Tortoshi, kështu që faleminderit. Faleminderit Albion shumë, faleminderit Jusuf Tërtoshi, faleminderit respektuar dëgjues ju që vazhdimisht po na shkruani dhe po na përcjellni në kuadrat e emisionit special që ja kushtojmë në tërësi kampionatit botror të futbollit, dhe ju që na shikuat përmes faqes sonë zyrtare të Radio Kosovës në Facebook. Dua ta përfundoj edhe emisionin natyrisht
edhe me një falenderim për Vlera Sport për këtë skenografi të bukur që e kemi të improvisuar në këtë studio. Falenderit kolegëve dhe me që është sot edhe dita e dy korrikut, ju urime dita ndërkombëtare e gazetarisë sportive, sigurisht ju dëshiroj punë të mbar, suksese, inshallah rritën rrogat, paga më dinitetshme dhe punë të mbar për juve që punoni në për mediume të shumta dhe natyrisht ju inkurajojmë që ta bëni një gjë të tillë sepse sportin në Kosovë, veçanërisht gazetaria sportive ka një të ardhme të ndritë. Faleminderit edhe ekipit realizues. Ne do të takohemi sërish nesër në të njëjtën kohë me të njëjtën temë, por me panelistë të tjerë. Faleminderit shumë. World Cup na RTK Radio.